A ke menduar fjalimin tuaj të parë në kuvend nëse bëhesh deputet? Po, unë këto sene që i thash këtë, janë gjëra reale. Këto nuk janë fjalime politike. Unë nuk flasi politikan, unë flas edhe këto në shtapë evrejen që nuk flasi politikan, edhe nuk du me kon ashtu politikan klasik. Unë du thjesht shqetësimet tona që i kemi të përditshme. Një shërbys direkt për komunikat. Mi shfaq. Du problemet tona që i kemi ditore mi shfaq, sepse shpesh herë ato mbyllën ose nuk flitën në vendin tonë. Jo, duhet mi folë. Fjalimin tem e kom para pa në kuvend Kosovës që do t'i ceki prej fillimit problemet që i kemi na, spari, kauzën tonë. Pastaj normal do të merrem edhe me të gjitha grupet e marginalizuar, kudo që unë kam mundësi me kontribu, por realisht në parem ju nuk po kërkoni asnjë gjë më shumë, as më pak, se sa një shërbim domosdoshëm elementar që ka secili që gëzon në jetën e tij, edhe për këtë komunitet që fatkeqësisht në situata ndryshme jeton në këto rrethona të kufizuara. Po, na nuk po lypëm prej politikës favore, na po lypëm shërbim. Politika duhet me konë shërbim të popullit. Na kena mbi 100.000 persona me aftësi të kufizuar në Kosovë. Kur shtim këtu edhe veteranët e luftës, invalidët e luftës, që edhe ata llogaritën që janë persona me aftësi të kufizuar dhe nuk flitet për drejtat e tyre. Nuk flitet. Nuk mirën vendime kur ata janë prezent. Shpesh herë thash edhe më herët, marrin vendime pa na pyet neve fare. Pastaj kur bëhet ai ligj pa na pyet neve fare, atëherë po ka probleme. Po ka mos përputhje, mos zbatim. Unë do të kërkoj me ngulm do të kërkoj drejta për të gjithë personat, pa dallim. Por në veçanti ndaj kësaj kategorie që i shoh që kanë probleme jetësore. Kena persona që nuk dua ti cek me emër për shkak të familjes, por na i dim. Kem persona që na kanë vdek duke prit pensionin për shkak të procedurave. Çka duhet një person me prit 2 vite, 3 vite për një procedurë që i takon me ligj, me të gjitha konventa ndërkombëtare dhe vendore. Kjo ka ndodhur. Ka ndodhur, kemi raste. Ka vdek personi duke prit procedurat, thash, ankesa shkolla e parë, shkolla e dytë, gjykata thirr tani na e dim mas sa kohë, pastaj ekspertët mjekësor, pastaj ekspertët financiar. Të gjitha këto duhet shkojnë seanca të veçuara. Pastaj vendimi. Zakonisht vendimi për neve është pozitiv, sepse gjykata e sheh që na jemi në gjendje, nuk ka nevojë për na interpretim të jashtëzakonshëm. Pastaj shkon në gjykata apelit, edhe ato vonohet me vite. Pas gjykatës të apelit shkon në ministri. Ministria shpesh herë nuk e pranon vendimin, do të më shku te përmbaruesi privat. Një funksionalizim dhe efikasitet të shërbimeve shtetërore po kërkoni. Po, direkt. Zoti Fazliu, sepse sikur në çdo sektor, edhe në këtë fushë fatkeqësisht mund të ketë ambicie për abuzime të ndryshme me fonde shtetërore e të tjera. Veç dolën që ka pas me karroca. Abuzime. Karroca të televizion. Interesant një sen që aku mujtë me vrejt, është që mas shumë ti me këto kategori, pa abuzajke. Unë kam mendu të këndërten, kam mendu që këto kategori kanë respektin e mirë, të jashtëzakonshëm, kanë kontroll institucionale, kanë vëmendje institucionale, këta kanë e këndërta. Jo vetëm nga institucionet, por nga organizatat e ndryshme. Abuzohen, shfrytëzohen, keq përdoren. Jemi dëshmitar për televizione që kanë ndodhur. Dhe ju si deputet, po synoni ulsen e kuvendit Kosovës për të qenë avokus besnik, lojal. Po. Në shumë vende europiane, personat me aftësi të kufizuar kanë vende të rezervuara në kuvend. Tek ne nuk ndodh kjo. Na kemi vende të rezervuara për minoritetet, kemi vende të rezervuara për minoritetet caktuara, privilegje, ndërsa një komunitet që i ka mbi 100.000 persona. Një propozim interesant do të ishte. Nuk ka asnjë person, nuk ka asnjë përfaqësim. Kjo ndodh vetëm te ne. Vendet evropiane janë në Finland nuk ndodh, kanë vendin e rezervuar. Duhet i kemi. Është standard emancipues i atyre shoqërive. Pase shihni si
mundësi që të këmbgullin të ardhmen të bëhet ky ndryshim kushtetues. Se jo? duhet. Po, do ta kërkoj edhe këtë, ndryshime kushtetuese. Po kur ndodhen, e di që në të ardhmet afër do ndodhen, normalisht do ta kërkojmë. Kush u bidi për të hyrë deputet? Tash, jeta. Trajtimi këtyre personave. Dhimbja që ndjej çdo det kur isha. Çdo det. Është gjendje e jashtëzakonshme. Unë ju tham që është gjendje e jashtëzakonshme. Mund është me orë një det kur ne takohemi me ta. Këta persona jetojnë në depresion, sepse jetojnë mbyllur. Probleme me shëndet mendor. Shpesh herë kemi probleme edhe që na duhet mi trajtu, se s'kemi psikolog, na duhet mi trajtu, bëhen nervoz, janë agresiv, sepse s'ka ndalme me muaj prej shtëpisë. Unë shpesh e kam këtë problem kur luajna basketboll, sepse bëhen shumë nervoz, do të më qetësu. Atë janë hala. Thuaj që ky pushtet nuk kujdes fare për ta. Ose pati trajtim minimalist. Unë tregoj, jam dëshmitar vetë prej 2007-ës, kur unë kam pas aksident, kanë orë pushtete ndryshme. S'po du mi përmend me emra, gjitha pushtetet, gjitha partive. Edhe PDK-ja ka qenë po. Partia Demokratike, ka qenë Lida Demokratike, ka qenë Aleanca për Armërinë e Kosovës, kryeministri, edhe ka qenë takim tek ne, në organizata. Dhe ata kur vishin neve na lëpshin kërkesa, cilat janë kërkesat që na mujna mjau zbatu. Na e bëjshëm një listë kërkesave dhe shumica prej tyre u zbatojshin. Siç është ligji për persona për paraplegjik dhe tetraplegjik. Që është një ligj i veçantë për personave të tjerë, sepse na kemi disa probleme ma specifike. Edhe këto kërkesa zakonisht u miratojshin. Ne kemi organizuar protesta në këtë kohë, edhe s'na ka marrë kërkush parasysh. Fatkeqësisht edhe mediat kanë njerë. Mediat nuk na marrin. Qeveritë më parshme, kërkesat që kishit janë adresuar nga qeveri. Shumica po. Në këtë qeveri të zotit Kurti? Shumica po. Këtë qeveri nuk po ndodh. Thash, na kemi organizuar protesta. Disa nga protestuesët nuk janë. Janë që tregova më herët, nuk është sot. Njëri ndër protestues nuk është më. Në botën e përthejme po. Nuk është më. Ka kërku mbi 6 vite, pothuajse ka kërku drejtën e vet. Edhe pas komplikimeve shëndetësore që i ka pas, nuk është më. Nuk është në jetë? Nuk është në jetë. Është detyru me shku në spitale private mu trajtu jashtë Kosovës. Parulla e kësaj qeveri është barazi sociale. Jo këtë barazi thune se keni ndje. Unë e kam provuar në lëkurën time. Thash, mbi 2 vite gjysmë 3 unë kam pas probleme me pensionin tim, që më takon me ligj. Edhe në fund të vendimit del apet që po më takon pensioni. Por 2 vite gjysmë shkun, 3 vite shkun, po. Me zotin Urani Ismaili dhe zotin Bedri Hamza, ju kujtohet ndonjë moment inkurajimi nxiti nga biseda që ke pas me ta? Me Uranin kalojmë shumë mirë. Gjithashtu edhe me krejt antarët që janë të Partisë Demokratike, kam një respekt shumë të mirë, të jashtëzakonshëm, një barazi totale, nuk ka të natë paragjykime, edhe një moment për shembull më m'ja u tregu kur tash zgjedhjet lokale, e di që në bazën ku e kemi na këtu në Partisë Demokratike janë disa shkallër, salla pak nalte dhe Urani nuk lejon ato me mojt takimin, edhe këna mojnë sfiz Diamond, sepse e din që unë e kom nevojë, dhe me thonë me kanë rafshe, dhe e kom një trajtim shumë të mirë. Realisht, kur kom dosh me ju njerë politikës, ju ka duk absurd shumë njerëzve dhe shumë personave, edhe më thëshin mos i hë, më thëshin mos hë, se nuk më nësh, edhe nuk më nësh mja dole, të kesh përdorin, sepse ka dhe asi tendenca prej dykojnë ndoshta edhe prej njerëzve që menojnë që mu më kesh përdorin. Jo, unë jam i vedishëm që ka bëj. Unë nuk du më trajtu ndryshe, du më trajtu të barabarë si secilin, jam ngar i barabarë me secilin, shkojnë fushat gjithë të takem, ka njëherë ndoshta ma shumë se edhe politikantë jam aktiv, kështë që trajtimin edhe prej Urani Ismailit e kem shumë të mirë. Edhe një faktor tjetër pse unë jam me Uranin ka qenë që unë kur shkojshan që kukë i kom pa kushtet që jetojnë atë dhe kushtet që ballafaqohen pacient atë. Edhe e di ndryshimin kur u ardh Urani për 2 vite në Ministri Shëndetësisë. E di ndryshimin që ka ndodhur. U kanë transformim në Ministri Shëndetësisë. Rasti stendave,
ambulanca specialistike, s'ke pas parking në QKUK, s'ke pas sheja informuese në QKUK, gjëra elementare nuk e pas. Ndërsa tash, unë përsëri jam detyru, paguaj sigurim shëndetësor, sepse s'kam trajtim dur në QKUK, nuk ka trajtim dur për neve. Pritjet gjata, terminet gjata. Një person me aftësi të kufizuar nuk mundet me prit gjatë. I ka probleme zakonisht janë urgjente. Unë detyrona me pagu sigurim shëndetësor, vetëm që mos të jem objekti pritjes në shkollat e QKUK-s.